Andëvëllezër të nderuar, për fat keq jetojmë në një kohë ku është ngatruar vlera e njeriut me vlerën e pasurisë, me vlerën e pozitës, me vlerën e famës, me vlerën e prejardhjes. Për fat keq, njerëzit në kohën e sotit ndjehen të pikëlluar, të mërzitur, të brengosur nëse nuk përmendet emri i tij në mesin e njerëzve. Por fatkeq njerëzit sot mërziten nëse nuk kanë lavdata për njerëzve. Njerëzit sot brengosen dhe breng kryesore kanë nëse nuk kanë emën dhe pozitë tek njerëzit. Kur ja kemi bërë pyetje vetes, mi thon vetes se çfarë pozite kam unë tek Allahu xhelle xhelal, çfarë pozite kam te Zoti i gjithësisë xhelle xhelal. Që tu vëllai nderuar e shef se kush je ti në të vërtetë. Çdo kush që bën pyetje vetes, sa peshoj unë te Allahu xhelle xhelal, nuk është as pak e rëndësishme sa kam vlerën tek njerëzit, po sa kam unë vlerë, sa kam unë rol dhe pozitë tek Krijuesi i gjithësisë xhelle xhelal.